një dyshim i arsyeshëm ose i bazuar ekziston për shkak se po shihet që ka veprime të organeve të ndjekjes dhe e përmendë edhe Republikën e Shqipërisë në këtë kontest. Dhe unë mendoj se gjithmonë ata i paraprin këtyre veprimeve dhe ne i pasojmë veprimet e tyre. Pra ata e më përpara në rrjedhën e krimit në përgjithësi dhe grupeve kriminale të organizuara shumë të sofistikuara, të cilat shkojnë shumë larg. Me asë sa kam pak dhe kam vrejt, me intrigon fakti se një pjesë e prova materiale që supozohet që ekzistojnë dhe që janë marrë janë ato nga platforma Sky ECC, e cila është një platformë me gjatë që ka bazë në Francë dhe nga e cila platformë edhe në shtetin shqiptar janë siguru disa prej provave, mirë po. Që ta baza e kësaj kompanie pra në të kaluarën ka qenë në Kanada. Atje është zbuluar dhe më pas është përdorur pra edhe në Francë dhe këta teknologët francezë i kanë hyrë në sisteme kanë zbërthyer, sepse ishte një softveri që integroi në telefonat të ndryshëm dhe i mbrojtur prej ndërhyrjeve të jashtme. Kodi i procedurës penale të Kosovës është ndryshëm prej kodeve tjera. Pavarësisht se parimisht është i njëjtë me ato europiane dhe bashkëkohore, por siç e dini edhe ju, kodi jon i parashon masat e veçanta hetimore, ku bën pjesë edhe përgjimi, hetimi, lëshimi masave të fsheta, i përgjimit të telekomunikimeve dhe problematika ndoshta ata mund të qëndrojnë në aspektin se a janë të ligjshme këto prova materiale, pra a janë lëshu konform rregullave tona me kërkesën e Departamentit të Policisë, drejtu prokurorit, gjykatës, lëshimi i një urdhri të ligjshëm, si dhe fakti tjetër shumë më rëndësi se ato a përfshin kohën prej tashe tutje apo e përfshin veprimin retroaktiv. Çështja e veprimeve retroaktive, pra nxjerrjes së të dhënave, në infrastrukturën tonë ligjore ka rezultuar që të jetë antikushtetuese dhe është dhënë një precedent i tillë juridik në Kosovë ku për shembull është ndaluar që në mënyrë retroaktive të bëhet kthimi apo përgjimi i personave të caktuar dhe sepse kemi bëjmë me cenimin e privatësisë. Pra ka edhe aktgjykim të gjykatës kushtetuese të Kosovës në sajët kësaj dhe këtu dilema mund të dalë gjatë procedimit të rastit nëse ka veprim retroaktiv të nxjerrjes së dhënave nga telefoni i dikujt, atëherë të pandehur dhe mbrojtja e tyre kanë mundësi që të thirrën në këtë aktgjykim ekzistues të gjykatës kushtetuese të Kosovës, e cila ka karakter imperativ detyrues në zbatim nga gjykatat e rregullta, pra shkalla e parë, e dytë dhe e tretë. Se çfarë veprime janë marrë tjera, mbetet shihet dhe të vlerësojmë tutje.